O, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tollovia me vetura, trafiku, para iftarit, gjatë Ramazanit, nervoza, ka mos i një këshill. Po, do të thonë literatën që e patëm sot, pa të bëjmë me devotshmëri dhe sjellje e mirë. Po. Nëse njeriu nuk ka për të Ramazanit, i devotshëm dhe nuk sillet mirë, ka me hasë problem. Do të thonë normale ka se puna e kallaballokit të tollovis Ramazanit, para Ramazanit edhe pas Ramazanit do kjo tollovi. Ama në brenda Ramazanit është normale që shtohet. Pse shtohet? Njerëzit para iftarit dalin drejnë buke, bëjnë disa arzime. Apo tani parë, edhe bon tollovi. S'ka parkinge tani. Nuk e parkinge. Që edhe kjo e vërtet. Pastaj në Taravih, edhe atje shtohet. Njerëzit shkojnë për xhamia ka vende. Edhe mund me mos problem. Unë e këshilloj vetën dhe tjerë, që më thonë bani Sabër. Sabër dhe dorim po. Se sabri e bën Ramazanin e ngrit agjeruesin e çon para Zotit me më të devotshëm. Dërsa ai që nuk ka sabër ka më të shtu. Ka më pas probleme edhe me njerëzit, po ka më pas probleme reale edhe me vetveten, ka më pas probleme me familjen me bashkëtorën e vet, me fëmijët. Unë mendoj që në qoftë se kemi sjellje të mirë, para mendoj e shembull vjen duku partua dikush. Vërtet. Shan. Po, shanet në nëshmanën ti thuj, pashallah, unë jam agjerueshëm. Unë jam agjerueshëm, e sa të duhe shaj, se vallaj nuk të këthej. Këta duhet me qenë. Dikush thot naiv je nëse e banë qështu. O, po jo naif e pasif e hiper naif e. Ka të një fjallë tjetër. Naifën e këptoj naif, dhe me thonë ti... Tutesh. Tutesh e frigos. Ai që të thot naif, asgan i madha. Po hajtë interesohet sa veti ka rejtë në Ramazan. Kujtë ka marrë hakë. A kjo e ma vete. Inderuar që ve njeriu me në hakë kura asgan. Kura i Zotit. Ani pëse jam naif. E qaj që mendon që jam naif, në të vjen naif. Kresër e fitoj se vapin. Në të vjen ai që mendon që ne e di naif. Edhe e përgëzoj, më sharoj, e përgëzoj drejtorin për të çështje të arsimit që unë Prishtinë. Për atë regullin që ka vendosur, më ka pëlqyer shumë. Jo pse jam hoxh, jo pse jam musliman, mashallah në bo. Po Allah të qoftë se ty me siguri ke bon me këshilla, me kryetari kërkuar, nuk e di ku është në pyetje, ama shumë mirë keni bon. Pse se jesi këta vepra, dhe kam me vetë histori. Edhe mos më mërzit për asgjë. Allah shpëritësh. Faleminderit.